Të nderuar qytetarë, të dashur miq të lirisë, të dashura familje të dëshmorëve, të veteranëve dhe të invalidëve, shumë të dashur familje Thaçi, Veseli, Krasniqi, Selimi, Mustafa e Shala, vëllezër dhe motra, të nderuar përfaqësues të ndërgjegjës njerëzore. Para shumë vitesh, ne të ftofta lufte ishim disa djemë të ri, që nuk dinim nëse do ta çelte mëngjesi. Shumica nuk ishim uniforma, as ushqime të mjaftueshme dhe natyrisht as një siguri për jetën. Por kishim një gjë më të madhe dhe më të vlefshme se të gjitha ato të bashkë. Kishim besimin e pathyer se Kosova një ditë do të bëhej e lirë. Në një natë, njëri nga djemë tha, edhe nëse nuk e shohim nesër mëngjesin, një ditë flamuri i ynë do të valoj në Kosovën e lirë. Një ditë kur unë dizajnova flamurin dhe unë ngrit me 17 shkurt 2008, nuk pash vetëm një simbol të shtetit. Pash ftyrat e atyre që nuk jetuan dhe nuk u kthyen ta shohin na ditë. Pash shokët e mi, bashkëluftëtarët e mi, sakrificën, dhimbjen dhe krenarin kombëtare. Të dashur qytetarë, sot është 17 shkurti, dita kur liria e Kosovës u kthye në shtet. Por këtu nuk jemi vetëm për fest. Jemi këtu sepse zemra e Kosovës, bashkë me të secilit prej nesh, po rreh me një shqetësim të madh. Në Hagë, në fazën finale të një procesi që po zgjat mbi 5 vite, po gjykohen udhëheqësit e luftës tonë. Ata që morën përgjegjësi kur askush nuk mund të merrte. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi dhe shokët e tyre. Ata që ndruan kur shumë kush ishte larguar. Pra, ne nuk kemi frikë nga drejtësia, sepse kush lufton për liri, nuk i frikohet asnjëherë të vërtetës. Por kemi të drejtë të kërkojmë drejtësitë e panshme. Kemi të drejtë të kërkojmë që historia jonë të mos shtrembohet dhe as të rishkruhet. Të kërkojmë që sakrifica mos të përmbyset në faj. Se UÇK nuk ishte organizim për mbijetesë, por ishte mburojt për fëmijët, për gratë, për plesht, mburojt për pragun e shtëpisë, për tokën tonë. Ishte përgjigjja e fundit e një populli që kanosej me zhdukje. Pra, UÇK lindi nga populli dhe në mes të popullit. E sot, kur e shoh këtë det njerëzish, e di se ata në Hagë nuk janë vetëm. Pas tyre qëndron krejt populli, qëndron historia, qëndron secili që i thot vetës shqiptar. Se ne nuk jemi këtë për urrëtie, jemi për dinitet, nuk jemi kundër askuj, sepse pa të vërtet nuk ka paqe, pa drejtësi, nuk ka pajtim. Se Kosova nuk u ndërtua nga heshtja, u ndërtua nga guzimi dhe sakrifica. Dhe sot, me zë të lartë dhe zemër të pastër, themi drejtësi, jo politik, lavdi luftës për liri, lavdi dëshmorëve dhe martirëve të kombit, lavdi atyre që kur nuk e përkullin, liri për shlirimtarët,